U rikthyem sërish në studio. Tani më radhën e kanë linjat e drejt për drejta nga tereni, ku në linjë të drejt për drejt kemi kolegën tonë Habibe Çaili, ku 30 qershori shënon në ditën e rrjeteve sociale, dita botërore e rrjeteve sociale. Kjo dita mund të themi që përveç se është një ditë e rëndësishëm, po gjithashtu edhe rrjetet sociale kanë një rol të rëndësishëm në jetën e çdo njeriu, në jetën të themi edhe në ndryshimin e përhapjeve të lajmeve e kështu me radhë. Rrjetet sociale mund të themi lirshëm se ka një ndikim të madh në shoqëri. Për më tepër e kemi në linjë të drejt për drejt kolegën ton Habibe Çaili me profesorin universitar Sefer Tahiri. Përshëndetje Habibe dhe shpresoj që na dëgjon. Qershor shënohet dita botërore e rrjeteve sociale, platformave që janë bërë pjesë e përditshme e jetës tonë. Përmes tyre ne komunikojmë, informohemi dhe ndajmë mendime, por njëkohësisht përballemi edhe me sfidat si dezinformata, gjuha e urrëties dhe privatësia. Për të folur më shumë për ndikimin që kanë rrjetet sociale në media dhe në shoqërinë tonë, këtu pranë meje kemi profesorin universitar dhe studiusin e mediave Sefer Tahiri. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë. Faleminderit juve. Profesor, nëse mund të na thoni se shihni rolin e rrjeteve sociale në jetën e njerëzve si për komunikim të ndërsjellët, ashtu edhe si burim informimi. Ne sot jetojmë në epokën e teknologjisë digjitale, është një epokë krejtësisht e re nga epoka e mëparshme dhe natyrshëm rrjetet sociale janë një ndër faktorët shumë të rëndësishëm të jetës sonë, të komunikimit dhe mund të përdoren jo vetëm për komunikim ndër njerëzor, pra komunikim midis njerëzve që jetojnë në skaje të ndryshme të botës, por përdoren edhe për promovim apo për propagandë politike, përdoren për marketing ekonomik dhe mund të përdoren edhe fatkeqësisht për çështje apo për të promovuar ide destruktive, të cilat një ndër to i përmendet janë fyerjet, shpifjet, gjuha e urrëties, promovimi i diskurseve etnocentrike apo ndonjëherë edhe diskurseve edhe raciste apo diskurseve religiozocentrike që çojnë në ndarjen e shoqërisë. Natyrisht që benefitet apo ato që janë efekte pozitive nga rrjetet sociale janë të shumta, por ne jetojmë në një kohë, siç thash, në një epokë e cila krahas përparësive ka edhe mangësi apo ka edhe dukuri me të cilat duhet të ballafaqohemi të gjithë si shoqëri, si struktura apo sfera të ndryshme të shoqërisë, një ndër to është arsimi padyshim. Ju besoj e ndiqni debatin që zhvillohet në Evropë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në vende tjera lidhur me përdorimin e rrjeteve sociale në shkolla. Shumë vende të cilat kanë një zhvillim më të hovshëm sa i përket arsimit, ndërmarrin veprime apo qeveritë e tyre, ministritë e tyre të arsimit ndërmarrin veprime të cilat shkojnë në drejtim të pamundësisë së nxënësve apo të rinjve nën moshën 16 vjeçare që të përdorin rrjete sociale. Madje Norvegjia këtyre ditëve ka vendosur që të reduktojnë në minimum përdorimin e inteligjencës artificiale në shkolla dhe kjo krejt bëhet me qëllimin pozitiv, me qëllimin e mirë që rrjetet sociale të jenë në funksion të zhvillimit dhe të mos pamundsojnë zhvillimin mental, zhvillimin fizik, zhvillimin psikologjik të fëmijëve apo të rinjve. A ndikon rrjetet sociale në formimin e opinionit publik? Sigurisht që po, sot ne kemi media tradicionale dhe kemi media të reja. Natyrisht që të gjitha këto, edhe të rejat, edhe tradicionalet, duhet të bazohen tek promovimi i ideve në
rrjetet sociale apo promovimi jo vetëm i ideve të cilat janë pjesë e politikave redaktuese të medjave, pra koncepteve, ideologjive që i kanë, por edhe në drejtim të promovimit të asaj që është një lloj strategjie e vetë medjave. Sepse sot nëse nuk jeni në rrjete sociale, do të thotë që fatkeqësisht mund të jeni shumë të suksesshëm në punën tuaj, në vizionin tuaj, por nëse kjo punë nuk promovohet në rrjetet sociale, bie që të mos ketë efekte. Pra, sot padyshim që rrjetet sociale kanë një rol shumë dominues në atë që quhet formësim i opinionit publik, apo më mirë thënë në promovimin e ideve apo mendimeve, qëndrimeve, pikpamjeve të ndryshme të cilat opinioni publik i ka, i formon për çështje të caktuara politike, jo politike e kështu me radhë. Pra, pa rrjete sociale, ata që mendojnë të ndikojnë tek opinioni publik nuk do të mund ta bëjnë këtë. Po, kur jemi te informimi apo e zën hapësirën e mediave tradicionale, rrjetet sociale, pasi për shembull së fundmi është redaktuar ndjeshëm numri i gazetave të shtypura? Shifni, unë në një konferencë për çështje të ndryshme në cilat është folur për gazetarinë në kohën apo në epokën e algoritmit, kam folur për historinë e medjave duke marrë për bazë pra veten time. Unë kam filluar të punoj në një gazetë, që ka qenë gazeta Fakti në vitin 98 deri në vitin 2000, dhe më pas kam kaluar në televizionin ku ju punoni, në programin Gjuhën Shqipe. Në gazetë, siç thash, është punuar me metoda të avancuara, por ideja ka qenë që gazetari punon në gazetë duke u bazuar tek teksti dhe fotografia, nuk ka instrumente tjera gazeta. Kur kam kaluar në televizionin publik, kam punuar me kasetat e asaj kohe beta, disa kanë qenë edhe kaseta VHS, korespondentët punonin me ato kaseta. Domethënë është një teknologji krejtësisht e vjetruar, e cila sot mund të themi që është edhe ndoshta e papërdorshme, me siguri se ka mundësi të transferohen materialet apo videoincizimet e asaj kohe në formatet e sotme digjitale. Pse e përmenda këtë më vonë, pra kam rrugtuar, kam punuar në platforma të ndryshme, sot jam autori një emisioni që quhet Dialog te Lajmi tek portali i gazetës Lajm, dhe aty përveç emisionit, pra përveç krijimit apo përveç përgatitjes së emisionit, në një farë mënyre jam i detyruar për shkak të ndikimit ndaj opinionit publik të ndaj ato rrillëset, dhe unë e quaj gazetarinë e re, gazetaria e rrillëseve. Nuk është se jam shumë i lumtur pse e bëj këtë, që t'jem i qartë, sepse duke qenë gazetar tradicional në kuptimin e teknologjisë së punës dhe në kuptimin e asaj që është konceptim im mbi gazetarin, nuk është pra se e bëj me shumë dëshirë. Megjithatë e bëj për shkak se kjo është epoka e algoritmit, kur redaktor i pra përmbajtjeve apo informacioneve apo formateve të ndryshme nuk është njeriu, nuk është individi, nuk është një profesionist i cili në mënyrë objektive, sado që është e mundur, mund të vlerësoj se çfarë është informacion apo çfarë është ajo që duhet t'i servohet publikut. Fatkeqësisht sot redaktori kohës së sotme është algoritmi dhe ai vendos se çfarë do t'i servoj publikut, dhe duke jetuar pra në këtë kohë, duke u përshtatur të gjithë ne edhe gjenerata
jo shumë e re me trendet e reja, jemi të detyruar të në një farë mënyre përshtatemi gazetarisë së rilsave apo gazetarisë së algoritmit, sepse kjo është epoka dhe nëse dëshironi të mbjetoni në këtë xhungull të madhe informative, patjetër se duhet përshtaten. Natyrisht kjo ka mangësitë e veta, por realiteti është ky. Sepse rrjetet sociale e imponojnë këtë, që ti servohen publikut përmbajtje sa më të shkurtra, përmbajtje sa më kontrize dhe jo shumë përmbajtje të cilat kanë brenda vetes komentimin, interpretimin e ngjarjeve kështu me radhë. Po, a mendoni se rrjetet sociale kanë më shumë ndikim negativ apo pozitiv, duke marrë parasysh edhe dezinformata që bëjnë? Jam i prirur që gjithmonë fenomenet të shoh nga dimensioni apo në dritën e pozitivitetit apo asaj se çfarë mund të jenë efekte pozitive. Natyrisht që ka edhe efekte negative, një ndërto e përmendëm është gjuha e urrëqjes dhe mundësia e lehtë, sepse shifni në rrjetet sociale sot çdo kush mund të ketë qasje. Në media tradicionale ka qenë numri shumë i vogël i atyre që kanë pasur qasje dhe që kanë mund të drejtohen publikut. Sot secili njeri mund të krijojë një profil dhe mund të vetë prezantohet shpesh. Duhet të thënë edhe kjo, se në rrjetet sociale kemi identitete virtuale, identitete të cilat njerëzit i projektojnë mbi veten, mbi njerëzit që i rrethojnë, mbi atë se çfarë është ai në shoqëri, dhe ky identitet virtual shpesh nuk korrespondon, pra nuk është kompatibil me identitetin e vërtet, identitetin objektiv të një individi. Dhe ka raste kur këto shkojnë krahas njëri me tjetrin, por në të shumtën e rasteve ndodh kjo, pra që identitetet janë të shpërputhshme. Por ajo që dua theksoj ka të bëjë me faktin që sot dezinformatat shumë lehtë depërtojnë deri tek publiku, sepse siç thash, teknologjia e mundson këtë. Interneti është relativisht i lirë në vendin ton dhe duke pasur parasysh pra gjithë këto fenomene, ne kemi një lloj po themi vërshimi të dezinformatave, të cilat kryesisht fatkeqësisht bëhen mbi shkencën apo në një farë mënyrë tentojnë të japin një konotacion shumë negativ arritjeve shkencore të deri sotme, të cilat janë të standardizuara, janë të njohura, janë të verifikuara si njohuri dhe pra si po themi shkencë cila është botërisht e pranuar. Dhe ka njerëz të cilët thonë, ku e di unë, toka nuk është të rrumbullakët, është të sheshtë, të kështu me radhë, dhe mendime shumë të ndryshme, të cilat mund duken anakronike, por që këto njerëz sot i promovojnë në media, në mediat sociale, kryesisht, por edhe në media tradicionale, sepse ndikimi i tyre në rrjetet sociale më pas transferohet edhe në mediat tradicionale. Dhe gjithashtu ka konspiracionet ndryshme mbi atë se si funksionon bota, se si ne udhëhiqemi nga një kast apo nga një klasë shumë e vogël e njerëzve të globit, masonët e kështu me radhë, dhe ajo që është, mendoj unë, më negative është dezinformimi që bëhet lidhur me shëndetin e njerëzve. Ka njerëz të ndryshëm, të pandërgjegjshëm, të papërgjegjshëm, njerëz të cilët e keqpërdorin faktin që mund të kenë qasje në internet dhe në rrjetet sociale dhe që dezinformojnë për dukuri të ndryshme, siç ishte rasti për shembull për pandeminë Covid, kur kemi pasur njerëz të cilët kanë bërë thirrje që të mos merren vaksinat, kemi
antivakser të ndryshëm të cilët bëjnë promovimin e idesë se vaksinat janë të dëmshme, në fakt është dëshmuar shkencërisht, shkenca mjekësore e ka vërtetuar se vaksinat kanë efekte pozitive dhe rastet individuale që mund t'jenë, pra nuk mund të merren për bazë që të bëhet promovimi i këtyre ideve destruktive dhe gjithashtu edhe promovimi i medikamenteve të ndryshme, popullore, mjekësisë popullore që thjesht i manipulon njerëzit, sepse njeriu kur ka hall mund të bazohet edhe tek rrjetet sociale dhe kjo shkakton shumë dëme. Profesor, faleminderit shumë për kohën dhe informacionin. Faleminderit edhe ju. Po pra Rehan, kjo ishte gjithçka për sot. Ju faleminderit Habibe gjithashtu që ishit të pjesë e emisionit tonë, ku së bashku me profesorin Sefer Tahiri dhatë shumë informacione që kanë të bëjnë pikërisht me ditën ndërkombëtare të rrjeteve sociale.